Jetojmë në një kohë kur bota është më e lidhur se kurrë më parë. Me një klikim mund të flasim me dikën në anën tjetër të globit, mund të ndajmë foto, histori, mendime dhe momente. Rrugët, kafenet, rrjetet sociale janë plot, por me gjithë këtë plotësi të jashtme, gjithnjë e më shumë njerëz po përjetojnë një boshllëk të brendshëm që me një fjalë mund të quhet vetmi. Si mund të dalim nga kjo gjendje apo të ndihmojmë dikë që është duke përjetuar vetmi? Na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mirë se vini në programin Shpresë për ty. Mikesha të dashura, ju përshëndesim të gjithave dhe ju falenderojmë që jeni duke na ndjekur. Unë jam Marta Dhe unë jam Dena. Përshëndetje edhe nga unë. Është paradoksi i epokës moderne. Jemi të rrethuar nga njerëz, por e ndjejmë veten të vetmuar. Vetmia sot nuk vjen nga mungesa e kontakteve, por nga mungesa e lidhjes. Edhe kjo është një vetmi më e thellë, më e heshtur, më e fshehtë. dhe pikërisht për këtë do të flasim në programin e sotëm që e kemi titulluar Vetmia në një botë të mbushur me njerëz. Si fillim do të ndaj me ju disa shkaqe se përse njerëzit ndjen të vetmuar, duke e parë vetminë në disa aspekte, dhe pastaj do të shohim së bashku disa gjëra që mund të bëjmë për të ndihmuar një person që po përjeton vetminë. Në pjesën e dytë të programit, për inkurajimin tuaj, do të shohim se si Perëndia e mbush boshllëkun apo vetminë që ndjejmë nëse ne mbështetemi tek ai. Vetmia moderne nuk ka të bëjë me numrin e njerëzve që kemi përreth, por me cilësinë e lidhjes. Në ditët tona njeriu mund të ketë qindra mish në rrjetet sociale, një punë të mbushur me njerëz, një familje të zhurmshme, një jetesë aktive, dhe prapë të mos ketë askënd me të cilin mund të ndaj thellësitë e zemrës. Vetmia e sotme nuk është fizike, ajo është emocionale. Është ajo që ndjen kur je mes njerëzve, por askush nuk të sheh vërtet, kur flet, por askush nuk të dëgjon, kur qesh, por brenda je bosh. Ritmi i shpejtë i jetës së përditshme na e lodh shpirtin. Njerëzit lëvizin shpejt, flasin shpejt, jetojnë shpejt, por marrëdhëniet nuk rriten me shpejtësi, ato rriten me kohë, vëmendje dhe butësi. Kur gjithçka është urgjente, nuk mbetet hapësirë për lidhje të vërtetë. Ne kemi mësuar të reagojmë menjëherë, por jo të dëgjojmë thellë. Kemi mësuar të komunikojmë, por jo të lidhemi vërtet thellësisht. Dhe kështu, edhe kur jemi mes turmave, brenda nesh mund të ketë heshtje. Ne kemi njerëz përreth, por pak prej tyre kemi vërtet afër. Ndryshimi është i thellë. Të jesh i rrethuar me njerëz nuk do të thotë të jesh i afërt apo i mbështetur. Të kesh shoqëri nuk do të thotë të kesh intimitet emocional. Në thelb, njeriu kërkon diçka më shumë se sa thjesht praninë fizike të dikujt. Ai kërkon të kuptohet, të njihet, të pranohet edhe të dëgjohet. Dhe kur këto mungojnë, vetmia bëhet një realitet i brendshëm edhe në dhomat më të mbushura. Vetmia lidhet me faktin se njerëzit nuk dinë më të dëgjojmë, dhe ne folëm për këtë në një nga programet tona. Një pjesë të vetmisë së sotme e shkakton mungesa e dëgjimit. Shpesh njerëzit dëgjojnë për të përgjigjur, jo për të kuptuar. Ata këshillojnë, por nuk i lënë hapësirë zemrës, flasin shumë, por nuk krijojnë lidhje, japin mendime, por jo praninë e tyre. Për këtë arsye, shumë zemra ndihen si ishuj, të dukshme, por të paarritshme. Vetmia është edhe pasojë e krahasimit edhe presionit social. Rrjetet sociale na japin iluzione. Të tjerët duken të lumtur, të tjerët duken të dashur, të tjerët duken të suksesshëm, të tjerët duken të plotësuar. Ndërsa ne përballemi me realitetin e jetës sonë të përditshme. Kjo krijon boshllëk, zhgënjim, ndjesi mosmjaftueshmërie dhe një distancë të brendshme nga vetvetja dhe të tjerët. Ndaj vetmia shpesh është ndjesia se nuk jemi si të tjerët. Njerëzit nuk mund të jenë të afërt kur kanë plagë të hapura. Një nga faktorët që shkakton vetmi janë plagët e fëmijërisë dhe humbja e besimit. Kur dikush është lënduar, ai heziton të hapet, sepse ruan zemrën, friksohet nga zhgënjimet, ndërton mure në vend të urave dhe largohet për të shmangur dhimbjen. Kështu, edhe kur ka njerëz rreth tij, ai nuk i lejon ata të hyjnë në thellësi. Vetmia nuk është mungesë njerëzish, por mungesë hapjeje dhe kjo vjen nga dhimbja. Vetmia na thërret të rikthehemi tek thelbi ynë. Vetmia edhe pse e dhimbshme është një thirrje për të ndalur, për të reflektuar, për të kuptuar nevojat tona të vërteta, për të kërkuar marrëdhënie të shëndetshme, për të ndërtuar lidhje me kuptim, për të lidhur me njerëz që na shohin vërtet. Njeriu nuk është krijuar për të qenë i vetmuar, ai kërkon lidhje, përkatësi, shoqëri, dashuri të ndërsjellët.
Vetmia mund të shërohet vetëm me lidhje të vërteta, jo me zëvendësime. Disa njerëz përpiqen ta mbulojnë vetmin me punë të tepërt, argëtim pa pushim, marrëdhënie të cekta, komunikim sipërfaqësor dhe aktivitet të vazhdueshëm. Por vetmia nuk largohet me zhurmë. Ajo largohet me njerëz vërtet të afërt, me biseda të hapura, me praninë e dikujt që të dëgjon, dikujt që të sheh pa të gjykuar. Vetmia në një botë të mbushur me njerëz nuk është fat, siç mund të thonë disa njerëz. Ajo është thirrje për lidhje të vërtet. Ne nuk kemi nevojë për më shumë njerëz, kemi nevojë për më shumë thellësi. Kemi nevojë për njerëz që e njohin zemrën tonë. Kemi nevojë për dëgjim, jo thjesht tinguj, për lidhje, jo thjesht për kontakte. Shumë e vërtet, Dena. Vetmia nuk shërohet duke kërkuar turmat, por duke ndërtuar ura lidhse. Ajo shërohet duke gjetur njerëzit me të cilët edhe kur hesht, ndihesh i kuptuar, duke krijuar marrëdhënie që ushqejnë shpirtin, jo egon, dhe duke mësuar të jemi të vërtet me veten dhe me të tjerët, sepse në fund vetmia largohet kur dikush na sheh, na dëgjon dhe na thot me ose pa fjalë, ti nuk je vetëm. Siç e tham më sipër, vetmia është një nga dhimbjet më të heshtura të kohës moderne. Ajo nuk ka shenja të dukshme, nuk ka zhurmë, nuk ka drama të jashtme, por krijon boshllëk, ndarje edhe një ndjenjë të thellë të qenit i padukshëm brenda njeriut. Shumë njerëz ecin mes nesh, qeshin, punojnë, pra funksionojnë normalisht, por ndihen të vetmuar, dhe pyetja e madhe është si mund t'i ndihmojmë ne. Sigurisht që nuk ka një formulë të shpejtë, por ka mënyra të vogla, të buta por të fuqishme që mund të bëjnë një ndryshim të madh. E para, të jemi të pranishëm, pa ngutje dhe pa shpërqendrime. Vetmia shërohet nëpërmjet pranisë. Nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, filozofi apo këshilla të pafundme. Thjesht një njeri që rri pranë, që dëgjon, që nuk ngut, që nuk shikon orën, që nuk ndërpret. Ky është shërim. Siç e kemi thënë shpesh në programet tona, prania është dashuri në formën më të pastër. Një gjë tjetër që mund të bëjmë për të ndihmuar dikë që përjeton vetmin është të dëgjojmë pa gjykuar. Njerëzit ndjejnë më shumë vetmi kur ndihen të keq kuptuar, kur tremben se do të gjykohen, apo kur kanë frikë se do duken të dobët. Dëgjimi i mirë është ftesë për hapje. Fol, jam këtu të dëgjoj. Dëgjimi është çelësi që hap zemrën e një personi të vetmuar. Një mënyrë shumë e mirë për të ndihmuar njerëzit e vetmuar është t'i ftojmë ata në aktivitete të ndryshme. Shpesh njerëzit e vetmuar nuk dinë si të afrohen. Ata tërhiqen sepse mendojnë se janë barë për të tjerët. Prandaj ne mund t'i ndihmojmë duke bërë hapa të vegjël, një kafe, një shëtitje, një drekë të thjeshtë, një ftesë për të parë një film, një mesazh, po të mendoj si je. Aktivitetet sado të vogla janë ura që krijojnë afërsi të mëdha. Gjithashtu ne mund të ndihmojmë një person që përjeton vetmi duke e bërë hapjen të lehtë jo të vështirë. Disa njerëz nuk flasin dot në mënyrë të drejtë për drejtë për vetminë e tyre. Ata kanë nevojë për pyetje që i ftojnë të hapin zemrën, jo për pyetje hetuese. Për shembull, ke patur ndonjë ditë të vështirë kohët e fundit? Apo si po ndihesh me të gjitha këto? Këto pyetje e bëjnë hapjen më pak të frikshme. Ne mund t'i ndihmojmë njerëzit e vetmuar gjithashtu, duke mos i minimizuar ndjenjat e tyre. Shpesh njerëzit thonë, s'ke pse ndihesh kështu, ka njerëz që janë më keq, mos e mendo shumë. Këto janë fjalë që e thellojnë vetmin. Njeriu ka nevojë të dëgjohet, jo të ndryshohet me njerë. Kështu ne mund t'i themi, e kuptoj që dhemb, jam këtu, nuk je vetëm. Këto fjalë e mbajnë zemrën të hapur. Diçka tjetër që mund të bëjmë për të ndihmuar një njeri të vetmuar është të jemi të qëndrueshëm, jo episodik. Vetmia nuk largohet me një mesazh apo me një takim. Për të larguar atë duhet besueshmëri dhe qëndrueshmëri. Njerëzit e vetmuar testojnë, a do të vi përsëri apo ishte rastësi. Dhe kur ne kthehemi, ata fillojnë të besojnë. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar dikë që është i vetmuar është duke e nxitur atë të lidhet me komunitetin, jo vetëm me ne. Ndihma jonë më e madhe është ta çojmë atë drejt lidhjeve të shëndetshme që zgjasin, grupe komunitare, aktivitete të përbashkëta, shërbime vullnetare, kish, klube sporti, arti dhe mjedise ku mund të njihen me njerëz të tjerë. Qëllimi nuk është që ne të jemi personi i vetëm që i mbështet. Qëllimi është të ndihmojmë të krijojnë një rreth njerëzish të sigurt. Ne duhet të kuptojmë se shpesh vetmia kërkon shërim të brendshëm, dhe kjo është diçka e rëndësishme për të ndihmuar dikë që është duke përjetuar vetmi. Njerëzit e vetmuar shpesh mbajnë plagë të brendshme, frikë nga refuzimi, turp, mungesë vetbesimi apo histori të vjetra braktisjeje. Nuk duhet të detyrojmë atë person të hap zemrën me ne, por me butësi mund t'i themi, kur ti je gati, jam këtu. Për të ndihmuar dikë që përjeton vetmi, ne duhet të jemi njerëz të sinqertë dhe të vërtetë.
Njerëzit e vetmuar nuk kanë nevojë për njerëz të përsosur. Ata kanë nevojë për njerëz të vërtet që tregojnë dobësitë, që pranojnë gabimet, që flasin për sfidat e tyre dhe që nuk luajnë rolin e të fortit pa nevojë. Kur ne hapemi me ta, i lejojmë edhe ata ta hapen me ne. Ne duhet të jemi të gatshëm të bëhemi miq të vërtet, jo vetëm ndihmues të përkohshëm. Vetmia shërohet me kohë, durim, prani, besim, humor, biseda të sinqerta, momente të vogla të zakonshme. Ndihma jo nuk ka vlerë nëse është vetëm emocionale, ajo duhet të jetë konkrete, e vazhdueshme dhe e sinqertë. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Sot po flasim për vetmin dhe ndam me ju disa nga shkaqet se pse njerëzit ndihen të vetmuar dhe çfarë mund të bëjmë ne për të ndihmuar dikë që është duke përjetuar vetmin. Dhe sigurisht janë gjëra që edhe ne vet duam që të tjerët të bëjnë nëse ndjejnë vetmi. Siç e tham, vetmia është një nga përjetimet më të forta dhe më të heshtura të njerëzit. Ajo nuk është thjesht mungesë njerëzish rreth nesh, por një boshllëk i brendshëm, një mungesë kuptimi, një dëshirë për të parë, për të dëgjuar dhe për të njohur vërtet. Për disa vetmia është pasojë e humbjes, për disa pasojë e refuzimit, e plagëve të fëmijërisë, e ndarjeve dhe zhgënjimeve, dhe për disa të tjerë, vetmia thjesht vjen pa arsye të qarta, vjen si një hije e padukshme që i ndjek gjatë ditës. Por Bibla na mëson diçka të mrekullueshme. Ajo na mëson se vetmia nuk është vendi ku Perëndia mungon, por vendi ku ai afrohet më shumë. Pikërisht aty, në boshllëkun e zemrës son, Perëndia vë dorën e tij dhe thot: "Unë jam me ty." Vetmia është hapësira ku Perëndia flet më qartë, ndërsa bota vërtet, Perëndia përshpërit. Ndaj në momentet kur jemi vetëm, kur ka vetëm heshtje dhe mendimet bëhen të rënda, ne dëgjojmë zërin e tij më qartë. Bibla thot: "Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi." Zoti nuk e shmang vetmin ton. Ai e shfrytëzon atë për të na tërhequr më afër tij. Kur ndalemi, kur heshtim, kur zemra nuk ka ku të shkojë tjetër, ajo e gjen shtëpinë tek ai. Kjo nuk është dobësi, por thirrje, ftesë edhe premtim. Perëndia e mbush vetmin me praninë e tij të vazhdueshme. Një nga premtimet më të bukura që Bibla bën është tek Hebrejve 13 vargu 5 dhe thot: "Nuk do të lë, nuk do të braktis." Njerëzit vinë e ikin, miqt ndonjëherë zhduken, marrëdhëniet ndryshojnë, por Perëndia nuk lëviz. Ai nuk është me ne vetëm kur jemi të fortë, të lumtur dhe të rrethuar me njerëz. Ai është pranë nesh edhe kur jemi të thyer, të zbrazët, të humbur, të harruar, të lënduar e të vetmuar. Prania e Perëndisë nuk është koncept, por një realitet frymëror që mbush zemrën me një qetësi të thellë që nuk vjen nga bota. Vetmia na mëson të kërkojmë dashurinë e Perëndisë, jo miratimin e njerëzve. Shpesh vetmia shfaqet kur jemi lodhur duke kërkuar pëlqimin e të tjerëve, vëmendjen e të tjerëve, vlerësimin e të tjerëve dhe miratimin e të tjerëve. Perëndia e lejon vetmin për të na çuar nga dashuria e kushtëzuar tek dashuria e tij, e pa kushtëzuar. Jeremia kapitulli 31 vargu 3 thot: "Të kam dashur me një dashuri të përjetshme, prandaj të kam tërhequr me dashamirësi." Ndryshe nga njerëzit, ai nuk na do nga që jemi të suksesshëm, të fortë, të bukur apo të përkryer. Ai na do sepse ne jemi bijtë e tij, dhe kjo dashuri mbush boshllëkun që asnjë njeri nuk mund ta mbush. Perëndia e mbush vetmin me kuptim dhe qëllim. Vetmia të bën të pyesësh: a ka kuptim jeta ime? Por Perëndia përgjigjet: "Unë i njoh mendimet që kam për ju." Kur e mbështesim jetën tonë tek Perëndia, vetmia nuk është më një dhimbje, por bëhet pjesë e një procesi të shenjtë. Ai e përdor vetmin për të na forcuar karakterin, për të na rritur frymërisht, për të na shëruar plagët, për të na dhënë qartësi, për të na mbajtur të varur tek ai, jo tek bota. Perëndia e kthen vetmin në tokë pjellore për rritje. Perëndia e mbush zemrën me një paqe që nuk varet nga rrethanat. Jezusi tha: "Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time." Bota jep paqe që varet nga rrethanat, nga njerëzit, nga lidhjet, nga sukseset, nga siguria, por Perëndia në Krishtin na jep paqe që nuk varet nga asgjë përreth, vetëm nga ai. Kjo paqe e qetëson frikën, e mbush boshllëkun, e zbut ankthin, e ngro zemrën, e vendos shpresën në vendin e duhur. Vetmia që i dorëzohet Perëndisë shndërrohet në një paqe që bota nuk mund ta jap edhe as ta marrë. Perëndia e mbush vetmin me komunitetin e duhur në kohën e duhur. Zoti nuk na krijoi për të qenë vetëm.
por ai e di saktësisht kur dhe me kë duhet të lidhemi. Shpesh pas një stine vetmie, Perëndia dërgon njerëz që e duan atë, miq të sinqert. Marrëdhënie të shëndetshme, mbështetje, familje frymërore, jo sipas kohës son, por sipas kohës së tij të përkryer. Vetmia bëhet një vend i mbushur kur zemra mbështetet tek Perëndia. Vetmia nuk largohet përgjithmonë, menjëherë, por kur mbështetemi tek Zoti, ajo nuk është më e frikshme, sepse nuk është më një boshllok. Është hapësirë ku Perëndia banon, dhe kur Zoti banon në zemër, ajo nuk mund të jetë kurrë më bosh. Në një botë që të lë vetëm, Perëndia qëndron me ty. Dhe kjo është arsyeja pse edhe në periudhat më të vështira, ne mund të themi, unë nuk jam vetëm, sepse Zoti është me mua. Pikërisht aty ku njeriu ndjen boshllëkun më të thellë, fillon ftesa më e butë e Perëndisë. Në heshtjen që ne përjetojmë si boshllëk, Perëndia krijon hapësirën që zemra jon ta dëgjojë atë. Në braktisjen që ndjejmë nga njerëzit, ai vendos praninë e tij të qëndrueshme. Në mungesën e lidhjeve njerëzore, ai vendos dashurinë që nuk ka kushte. Kur ne mbështetemi tek Zoti, vetmia nuk mbetet më një dhimbje pas zgjidhje. Ajo bëhet një urë që na çon tek një prani më e thellë, tek një paqe që nuk lëkundet kurrë, tek një dashuri që nuk ndryshon kurrë. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe mirë dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.